Dhe përshëndes. Shëndet keq. Lajmi më i fundit është tani që u shkarkua Erion Velia, kryebashkiaku i Tiranës do të jetë Sali Berisha. Çfarë do të jetë Sali Berisha? Kryebashkiaku i Tiranës u shkarkua Erion Velia, Po. kryebashkiak tani do të jetë Sali Berisha. A më ne bëj thu? Po plak të si. Sa vjeç është ti? Ç'tim sepse do të gjikon njerëzit. Po jam 81 vjeç. 81, po te do t'i bëm një provë Salës. Çfarë provë ti bëm? Po bëni seks Sala, do ta bëjën, mos nuk bëni seks. Aha, iku e bë. Pse ajo do të thonë ti je kryetar bashkie do të bësh seks? A do të jesh burr? Do të jesh mirë, ëh? Do të jesh burr, një shitje. Sala i vetës. Goditje me top, ë? Sala sonë. Edhe çerçis topulli do ta kishte Zili. Sala sonë bën atë. Nuk e bën dot, ë? Ja. Pse ta hapi derën me E di pse se bën Salia. Vesh një fjalë shkurt, të gjithë uzinat dhe fabrikat i ka prish populli. Po hekurudhën milot, rëshen, që ka qenë gati edhe ma bën autostrada mbi hekurudh. Kush e ka prish? A marr përgjegjësia e për atë apo nuk man? A të gjithë atyre do t'i shkrim. I ka prish populli. Po hekurudhën milot rëshen. Ka pas kalu treni. Kush e prishi? Ka qenë Sala në pushtet. Pse e prishi? Pse prishi hekurudhën? Ta shtonë të shikë majtë sa djata se dhe kështë vjenë sa dushë aty. Mbamen që kemi bërë një temë ne me qenë se hapet çështjen e Hekurudhës për kohën e Enverit që ke thënë që burri më i shëndetshëm ka qenë 60 kg ka qenë. 60 kg. Po, se kishte. Të gjithë kanë reaguar, kanë thënë ja ke fut kot. Ja ku fut kotun? Po. Njëri thoshte baba im do ka qenë 120, një tjetër thotë 200. Po më ha çavojin, ç'a duan, unë këto ku pa unë. Sa ku pa unë, për të nuk dëgjon. Po mos, ndoshta kjo që s'ka thua ti edhe për Berishën nuk është e vërtetë edhe nëse Hekurudha nuk është e vërtetë që aprish kur ka qenë Sali Berisha, unë me njëherë duhet të arrestohem. Duhet të arrestohesh. Po vën. Po? Shoshe, akuzoj. Për dezinformim. Po dezinformon gjithë publikun. Po. Po si e pritet këtë lajmin e shkarkimit të Erion Veliajt? Po, tash unë nuk di, se nuk kem marrë më atë punë, po ne për shembull mërzitet familjarisht. Ai nuk duhet të shkarkon ti. Ja. Deshat më të formë shprehje. Mos ne, po ligjet nuk e di, ligjet janë aty. Pse nuk duhet të shkarkoj? Po dali faj shumë herë, mos ne. Si dali faj shumë shkarkoj. Sa u bërë Velia atje? 6 muaj është ata. 6 muaj, po 6 muaj pa kryetar bashkie Tirana. Duhet kishte bën ndërheqjen ai. Zonin pemët, çelnin lulet, cicëronin zoj kur ishte kryetar bashkie. Sa ajo që vite me biçikletë, ciu e prisnin zoj. U ndërmonte erë. Ai punëtor ka qenë, po nuk e di unë. Ai nuk e duan ato punëtorët, nuk e duan. I fusin burg, i arrestojnë. Po, prandaj edhe e shkarkuan. Do dali pa fajshëm mendon Erion Velia? Nuk, po të e di gjukata më rëgjë. Jo, si mendon ti me në... Edhe i di shka, se Budolej nuk është Rusia. Aje e ka një bazë shumë të shnosht, që e ka majman aty. E ka ku bazohen ato, jo, nuk flasin kodë. A mendon se nëse i deli pa fajshëm do të rikthehet kryetar bashkia prapë? Po më njërë, i tokon. Po da e liroj vendin Berisha? Da e liroj vendin Berisha? Po Berisha ka liru, se Berisha pa lirë pret. Shko një vitës shkone, ka vendin më sharë, ku. Mos e rov dekin tjetër, mos e rov dekin. Po si më shurë, se unë nuk du të desje, se mos ka bëgja muaj. Kush do mbahet më shumë mend histori, Edi Rama apo Berisha? Me qenë se janë të dy emrat kryesorë në Shqipëri. Edi Rama, re. Edi Rama do mbahet. Po, më kanë fakte pse. Dhe shkruhet në histori, ha? Po. Si shkruhet Skënderbeu, dhe shkruhet edhe Edi Rama. Po, do shkruhet. Pse do shkruhet Edi Rama? Unë kom pa shkollën Kristaq Rama. E ki bua të shkollën? E kom para, e kom pa. Baba Saliut, a ka shkollë? A ka pas dele, dhije, që ka pas atje. A ka kush më zgjuar? A që ka dele, apo a që është profesor? Pse më vërtet kush është më zgjuar? Ai që është profesor apo ai që ka dele dhi? Po, a që ka dele? Ai vaj ka. Po të ndaj me tani se deri tani the është më zgjuar ai që ka shkollë. A që ka shkollë pra? Nuk ka ai, ëh. I ati Kristaqi ishte një shkollë aty, Kristaq Rama. Nuk e di se ku janë ky, tash bova ky nuk ka baba im. Aty po. Baba jot jo, baba Rama. Po shkolla Kristaq Rama, skulptora që ishte shkolla aty. Edi Rama do marrë mend në histori për mirë apo për keq? Edi Rama do marrë si punëtor i mas edhe për mua njeriu mirë.
I ka prerë. Zemër gjërë. Po, unë pse nuk kanë kohën për pensionet? Ku dojt i uli, ku dojt i shoj? Ashtu, edhe në qoftë se ullë O, pensionin. të uli sa doj, ne të vdekin blesht. Nuk e ke. Nuk është problem thotë. Jo, hiç fare. Se pensioni që është i vogël. Jo, s'ka pensionet vogël. E ke të madhe për të vogël. Ku di janë madhe të vogël, ai pensionin sa, ku di unë. Se ka edhe të madh, ka edhe të vogël. Jo si e ke sa e ke. Mjafton për shembull? Mjafton, ai mesatar është. Mesatar. Po, mesatar. Përgjigjet? Ba, në punë. Përgjigjet domethënë. Po i kryen detyrat. I kryen detyrat. Nuk shkon asnjëherë për shembull të shkosh në 15 ditë, 15 ditë. Jo, hiç fare. Nuk përgjigjet për shembull. Po shpim kafe, shpim gjana rip atë. Kush ato? Pension. Ndesh mos e shty, unë nuk kanë kohë. Argëzuar pa kafe pastaj? Po prishi dush. Po, nëse s'pi kafe. Unë nuk kanë kohë për pension. Për mua ta më sa dojnë. O previzor, unë jam për vetë, për tjetër dëm digja. Jam shumë shkurtër. Po për këtë që po diskutohet sa ndek këtej prindi 1, prindi 2, domethënë çfarë mendimi keni për? Si prindi 1, prindi 2. Po, pra nuk do thonë më mashkulli, femra, nëna dhe babai, do thonë prindi 1, prindi 2. Ato janë njësoj. Si sa? Prind, ajo janë prind. Prindet. Po. Po mirë, ti nuk do quhesh më babai, do quhesh prindi 1 për shembull. Po mirë. Që fusim, ndesh prindi 2, ndesh prindi 10. Se ke problem. Që fusim ta. Për shembull këto që martohen burr me burr, grua me grua. Po s'prish puna kanë vend. Si të ketë vend që fusim. Po që fusim. A kanë vend, a duhen. A do parlamenti, a duhen këto. Por ti për lejë pse parlamenti di më të mirën tonë. Unë për mua, unë jam martu, unë kam grua dhe unë shku shkej ke grujime. Unë me tjerë, s'kam punë, s'punë ka me tjerë tonë. Po, nuk kem punë me tjerë. Ja. Ti tani në qoftë se miratohet tani, s'bëhet se dhe probleme. O, i fare mu për mua, unë kam gruan time. Qoftë se çuni juaj ose nipi juaj të martohet me një mashkull tjetër. Unë kam gruan time, ndaj shkej ke grujime, unë kur... Qa? Tashi, do në gjë tjetër. Qa për se të marrën vesh, nuk kuptojmë. Tashi burri martohet me gru. Femna është femën, mashkull është mashkull. Po. Tani, me këtë, në qoftë se nipi juaj, thot kam një dashur, martohet me një mashkull, ka dëshirë i mashkull. Jo me mu, sa buk. Nuk ha buk. Jo me mu, jo. Po mi pse thu pra që jam dakord? Po bën çfarë dulmë, po besin mua ta? Nuk e afrohet këtë tavolinë. Unë me mu, jo, me mu nuk kam fitën, mi nuk kanë buk me mu, na se bën këtë. Qose bën ndaj gjë. Jo, unë nuk e bën. Po shpreh po mara ke vonë edhe të sjapi. Edhe të sjapi shkon ke dhia. Edhe dashë shkon ke delja. Edhe me nërë dhe gomari shkon ke gomari, me qenë... Jo me atë në dajë, femna, femër mërë. Gomari femër, si quhet? Gomari, s'ku di gjonë. Gomarisë? Po, kështu i thonë, ku di gjonë. Gomarisë është gomari femër? Po mushka që është? Mushku, ka mushk mashkull edhe mushk femër. Nuk është mushka gomari femër i... Mushk mashkull dhe mushk femër. Janë të krizuar ato. Si ka mundsi pra? Mushku, kur del mushku është i krizuar. Ka kuaj, ka gomer, ka dhe mushka. Po. Janë familje ndryshme. Po, ndryshme? Njësojnë. Po, i thonë femër mashkull. Pse nuk i thonë gjithë kuaj? Po mushkës femër, si i thonë pra? Mushka femër. Prandaj ndu me bë këtë për shembull se kanë marrë shembull nga mushka, edhe thon prindi 1, prindi 2. Mushka nuk ka për shembull që thuhet mushku e di ku ka mushku baba? Ka gomarin. Ka gomarin. Ha për këtë. Ai është i krizuar, po ka gomarin. Se mushku nuk ose ka lopa me kalt. E kanë marrë vjeçare lopa me kalt dhe del mushk. Pra mushka vjen nga familja edhe e gomarit edhe e kuajve. Po. Sa interesante. Kështu më kanë thënë.